ata kishin thirrur aty dhe një nga kuzhinierët më të famshëm të Egjiptit, i cili ishte me origjinë nga Korça, babai i cilit kishte pasur një kafene në Korçë. Dhe një moment fillova të flisja me të, natyrisht shqipja e tij ishte shumë e limituar, sepse kishte lindur në Kairo, por i thash që shiko, nuk po gjej më si ai byreku që bënte stërgjyshja ime, byreku me qumësh, me kështu më ashtu, tha s'ke për ta gjetur kurrë, sepse ai nuk është thjesht se është byreku i mirë, tha, po e bënin duart e gjyshes edhe i kujtimi i saj. Kështu që shpeshherë gatimi që bëhet me atë dashurinë e duarve që gatuajnë për një, për që personi e ka parasysh atë të cilit po ja bën ushqimin, nuk krahasohet kurrë me asnjë restorant të globit. Të jeni të sigurt. Kur nëna ose gjyshe ju thotë po të bëj qoftë dhe një vezë dhe ka parasysh që po ta bën ty. Absolutisht mos keni dilemë në këtë gjë. Kjo është vetëm një gjë që duhet jeni të bindur në këtë botë. Mirë, kinemaja klasike apo filmat e Netflixit? Të dyja bashkë, edhe ato i shoh. Okej, pa paraqytime. Për shembull jam kthyer 2-3 herë Sergio Leones që më pëlqen, jam kthyer Casablancas që janë më klasik, nuk ka ku bëhet, po ndërkohë shoh dhe Netflix. Po. Kjo pyetje e radhës është shumë e bukur, më pëlqen shumë edhe me zor po pres përgjigjen. Të pyesin apo të pyesësh? Zakonisht i zbatoj dy se unë pyes gjithë ditën, po edhe kur më pyesin e pranoj me kënaqësi. Okej. Tani, të jeni gjithmonë i sinqert apo gjithmonë diplomatik? Shiko, nuk ka asnjëri 100% sinqert në botë. Këtë harroheni. Kushdo që thotë unë jam i sinqert dhe dëgjoj, kam përshtypjen nuk e njeh mirë sinqeritetin. Njeriu jeton në një ambient ku instikti i parë është vetë mbrojtja. Ti mbrohesh nga çdo gjë dhe nga një agresion ndaj tjetrit. Dhe kjo është mbrojtje e vetes, jo e tjetrit. Kështu që njeriu ka gjithmonë dozat e veta të përmirësimit të gjërave. Të harrosh çelësat e shtëpisë apo fjalët në mes të një emisioni live? Apo kjo e fundit s'besoj që ndodh. S'besoj që ndodh, po marrim rastin. Kam një problem, kam një raport shumë variabël me gjumin. Nëse nuk kam fjetur 8 orë, unë nuk jam formë në emision, domethënë. Okej. Tani unë po përpiqem të kuptoj, Blendi si e menaxhon kohën? E menaxhoj kohën shumë qartë, po ta them ditën në përgjithësi, çohem rreth orës 10 në mëngjes. Mbaroj gjëja e parë, shoh lajmet çka ka ndodhur në Shqipëri, çfarë ka ndodhur në botë, po headlines, nuk është se hy, vetëm kur ka një ngjarje të madhe, bëj një postim në rrjetet sociale që praktikisht e di që një natë përpara çfarë do jetë, bëhem gati në 11 jam mbledhje, mbaroj mbledhjen në 12 deri në 2 kam 2 deri në 3 takime tjera, në 2 deri në 3 gjys ha drekën, 3 gjys deri në 5 kam poshtu 2 takime tjera, në 5 kthehem në shtëpi, kam 45 minuta vrapim ose not, varësisht stinës. Lexoj materialet e emisionit, rri pak me gocën, shoh lajmet, në orën 8 jam në punë, 8 deri në 9 shoh materialet që kam për emisionin, në 9 bëj ndarjen ose mund të filloj në 10 bëj ndarjen, mbaroj në orën 11:30, 11:30 deri në 12:10 kam një mbledhje të dytë të darkës me stafin që para përgatisme që unë çohem vonë, ata mund të jenë që më herët. Kthehem në shtëpi, zakonisht bëj 15 minuta ecje për shkarkuar adrenalinën që kam 1 orë lexim që nuk e prek, që është i pa tjetërsueshëm. Që është ky 1 orë i leximit dhe fler rreth orës 2:30 në darkë.